Thuhet që është një vendim i brendshëm që baza të kaloj të bëj analizën, por mes në të dyve dim shumë mirë që ata nuk bën as analizë në vitin 2021. Ndërkohë që sot analizat duhet ishe përfunduar, duhet të nxirreshin pikat dhe duhet mendohej për ringritjen e Partisë Demokratike. Kjo nuk po bëhet dhe pjesa është se si ta mbajnë. Çfarë ishte ajo që bën dje? Po as ajo që bën dje nuk ishte as pak analizë, ishte thjesht një takim. Jo, aty ishte për të përcaktuar realisht gjendjen e Partisë Demokratike, strukturën e zotit Saliani, që çfarë do tamam zoti Saliani. Dhe dhe për shembull një gjë që mua personalisht më ka shqetësuar është kjo. Po mirë, si ka mundësi që u akuzua direkt zoti Saliani që ka qenë promotor për të mbledh votat e njerëzve për zotin Shabani, dhe ai vetë pretendon tash u kërkon llogari individëve të tjerë për votat, për firmat që kanë vendosur për listën. Nga ana tjetër, Partia Demokratike vetë në vend që të bëjë mea culpa, sepse kështu bën edhe për amnistinë penale, kështu bën edhe për një sër procese të tjera. Në vend që në analistë i përfshin dhe këto ose të paktën në mbledhje të rangut të tilla, të bëjnë mea culpa. Të mëdha. Si mund të akuzojë një njeri i cili nuk është as deputet, siç e kemi edhe siç e dëgjuam edhe vetë kur zoti Saliani e tha këtë? Është sfidant dhe me çfarë shikohet, atje është frika që mund të lindë një frymë e re. Një frymë e cila të kërkojë një ndryshim shumë radikal, që për hir të vërtetës është shumë e nevojshme ke Partia Demokratike. Po ka një problem të madh që edhe nga media një pjesë e pëlqen këtë lloj përçarje, sepse pushteti jon pushteti i medias, vërtet e pushteti i katërt, pe pushteti i madh. E shikojnë këtë si një lloj zbavitje, harrojnë që opozita është në një farë mënyrë fizionomia e shtetit shqiptar, mënyra se si duhet të ekzistojë shteti jon. Dhe pa opozit, ju e mendoni vetë se çfarë fizionomie ka. Të majtëve vetë më falë duhet të interesonte një opozitë e fortë. Patjetër, në kushte normale, po dhe ata nuk janë në kushte normale. Unë kam një tezë që jam munduar shumë dhe sidomos në studio tuaj që kam qenë më i pranishëm, që Partia Demokratike ka mbyllur misionin e saj.